biseda që kemi zhvilluar pak ditë më parë që shumë shpejt mund të kemi të arrestuar 2 prokurorë të SPAK-ut. I qëndroj sepse nga komunikimet që SPAK-u nuk është kaq shumë i zgjedhshëm për të dhënë atë punën e vet, produktivitetin e vet që të tregojë sipas statistikave që ne po bëjmë punë. Ekzistojnë në 2 aplikacione të tjera komunikimi, përfshirje midis prokurorëve dhe ish prokurorëve, pra të plepave 1 dhe plepave 2, që kanë bërë për raste të procedimeve penale, për raste të rënda. Nuk flas tu për një pirje alkolike dhe të kapi policia dhe të liroj prokuroria, por flas për gjëra të rënda. Por këto nuk është se i kanë gjetur këta asa tanë të mëdhej dhe të mirë duke bërë ata hetimin, po thjesht janë detyruar t'i hapin dhe nga hapjet e tyre kanë parë që rezultojnë plepat 1 dhe plepat 2 në bashkëpunim me njëra tjetrën. Pra, janë hapur telefonat prokurorëve të SPAK-ut. Jo telefonat e prokurorëve të SPAK-ut. Janë hapur telefona e të tjerëve që të çojnë tek prokurorët e SPAK-ut. Por, dëgjoj kush është tani këtu sekreti. Sekreti është që prokurori kur ka kërkuar arrest në burg ose arrest në shtëpi, ose kur ka thënë në gjykat që unë e dënoj këtë me 2 vite, sipas komunikimeve që ekzistojnë, duket që disa e kanë ditur çfarë do kërkoj prokurori. Kujdes! Kjo gjë nuk bën korrupsion. Pra nuk ekziston që është korrupsion, as ndikim. Mund të ketë eksperiencë dikush dhe të thotë që unë mendoj që kjo të ndodhë kështu. Prokurorët e SPAK-ut, kur kanë arrestuar njerëz me komunikime, i kanë marrë si vepra penale. Kur kemi këtë situatë. Kur ndodhet për veten e tyre, të përfshirë me plepat 1, plepat 2, prokurorin e Vlorës që arrestuan, një prokuror tjetër që pezulluan, një tjetër që pritet të arrestohet, një femër prokurore, tani nuk e di a është më prokurore apo ish prokurore, që përfshihet në një dosje, por në rast se shkojmë më thellë, nga komunikimet që kanë nxjerrë mediat e huaja flas, asnjëherë mediat shqiptare, se këtu dalin si kështu me pikatore dalin disa informacione për komunikimet, rezulton që nga komunikimet që kanë bërë këta individ me njëri tjetrin, disa prokuror janë të ndikuar dhe të korruptuar. Përfshi plepat 1, plepat 2, sigurisht edhe nga pjesa e SPAK-ut. Dhe ultimatumi është dhënë, o pastroni qartazi profilin midis kolegëve tuaj, që jeni të pastër, o në fund fare, në rast se këta në rezultojnë të provuara, bëhet pjesa e... Avokat, të lutem, më shpjego diçka se kemi dëgjuar ditët e fundit, gjithmonë fakt, por për agent FBI-s që janë Tiranë, që janë në SPAK, jo Bdea, më the të thash si është ju çfarë informacione keni, por edhe me rrjedhë logjike.